Driloni reagon për herë të parë pas videos me një vajzë tjetër thumbon Sarën, me të kurrë s'kemi qenë bashkë, nuk kemi kontaktuar prej 2 muajsh. Fituesi Big Brother VIP Kosova 3, Drilon Rama, ka reaguar për herë të parë pas zërave që janë përhapur në rrjet ditët e fundit. Shkak për këto spekulime u bë një video ku ai shfaqej pranë një vajze tjetër, duke nxitur dyshime për një lidhje të re dashurie. Në një reagim të gjatë në Instagram, Driloni ka sqaruar pozicionin e tij, duke theksuar se nuk ka asnjë lidhje dashurie me asnjë nga vajzat që janë përmendur në media, përfshirë edhe Sarën, me të cilën ishte përfolur më herët. Unë me atë personin që po mundohen të më lidhin, nuk kemi qenë kurrë bashkë. Ka pasur respekt mes nesh, jemi kuptuar mirë si brenda shtëpisë ashtu edhe jashtë, por kur nuk ka pasur asgjë më shumë dhe as nuk do të ketë, ka shkruar ai, duke ju referuar Sarës. Mëtej, ai shton se nuk kanë pasur asnjë kontakt me njëri tjetrin prej më shumë se 2 muajsh dhe nuk kanë shkëmbyer as mesazhe. Sa i përket videos që është bërë virale së fundmi, Driloni sqaroi se bëhet fjalë për një video të vjetër, e cila sipas tij është nxjerrë në pa me qëllime personale. Ajo video që po qarkullon është e disa viteve më parë. Personi që e ka publikuar e ka bërë për interes të vet. Ka vepruar si i ka konvenuar dhe nuk ka asnjë lidhje me mua, tha Driloni, duke theksuar se mes tyre nuk ka pasur kurrë asgjë. Ai nuk kurseu asnjë kritik për media dhe individët që sipas tij përfshihen në thashëtheme të pabazuara. Shumë njerëz po bëhen klouna, nuk po më marrin seriozisht dhe nuk po e vlerësojnë përpjekjen time për karrierë, tha ai. Në fund, Driloni theksoi se fokusi i tij është te vetja, te familja, te shqiptarët që e përkrajnë dhe te ëndrat që ka për të ardhmen. Unë do të vazhdoj rrugën time me dinjitet. Ju lutem ndaloni thashëtheme dhe respektoni jetën time private, përfundoi ai me një mesazh ironik për kritikët. Edhe tash vazhdoni, reagoni përsëri për mua o punëtorët e mi. Nëse ju pëlqeu kjo video, mos harroni të bëni like, të lini një koment dhe të shpërndani me miqtë tuaj. Për më shumë përmbajtje interesante, klikoni butonin subscribe dhe mos harroni të aktivizoni njoftimet duke shtypur ikonën e zilës. Vizitoni kanalin ton për të mos humbur asnjë video të re. Ju presim!